të programit të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot, në këtë studio, jam së bashku me zonjën Elena Zorba. Ish drejtore e kulturës në Bashkinë Shkodër, por sot ajo ka ardhur me një status të veçantë për sa i përket objektit të temës që ne do të flasim. Është babai i saj i ndjerë, poeti dhe përkthyesi Zef Zorba, që pas vdekjes, natyrisht në kujdesin e vajzave të tij, ka sjellë për lexuesit një botim të ri. Një botim shumë me vlerë për letërsinë, Perfectum Trinum, të poetëve, përkthime të poetëve Montale, Quasimodo, Ungaretti. Elena Zorba, vajza e poetit dhe përkthyesit Zef Zorba në Mirëmëngjes Shkodër. Mirë se ke ardhë, Elena. Mirë se erdhe në këtë program të përditshëm dhe unë kam kënaqësinë t'ju jap mikrofonin sepse në këto ditë ju jeni vërtet në finale në një pune prej kohësh që mendoni për botimin e këtij libri kaq me vlerë në letërsi, siç është Perfectum Trinum, një përkthim i 103 poezive të poetëve hermetik të njohur italian. Si ndjeni? Sepse me sa di unë keni punuar prej kohësh për ta nxjerrë këtë botim në dritë. Natyrisht e emocionuar dhe njëkohësisht e kënaqur, sepse kena kry një pjesë të detyrës. Kena akoma shumë gjana për me ba, po ky ka qenë një shtektim i gjatë që ka fillu qysh me shtektimin e Timeti, i cili është marrë me këto 3 poet, 2 për të cilëve janë laureat të çmimit Nobel, ndërsa Ungaretti ka qenë edhe ai nominuar, por nuk arriti ta fitonte sepse vdiq. Është një punë e gjatë e tia dhe njëkohësisht një kalvar i gjatë i joni për të mërrit deri në botimin e librit, për arsye nga më të ndryshmet, për të cilat do të flas në vazhdim, natyrisht. Por do desha të tregoja pak a shumë se si ka qenë, si është ky libër, ç'është ky libër. Unë mendoj që ky është një libër dashurie, drite dhe përgjegjësie. Është një libër dashurie sepse në qoftë se ti nuk i njeh mirë poetët, në qoftë se nuk i dën fort, siç i ka dashur i mat, nuk mundesh kurrë me i përkthy mirë. Duhet jena gjithmonë të qartë përpara asaj shprehjes tradutore, traditore. Prandaj është një libër drite, sepse në një farë mënyre ky ka qenë edhe qëllimi i Timeti, të sillte dritë, pra t'i bënte të njohur kulturës shqiptare, këtë treshe perfekte, siç ai e ka konsideru, të poetëve modern italian, dhe t'ja jepte atyne të përkthyme në mënyrën më të ndeshme. Prandaj ka këtë trinom libri, dhe prandaj ky është një libër me vlera për studentët e universitetit, një libër kënaqësie për ato që e dojnë fort poezinë, dhe një libër i botuar me shumë dashuri përsëri nga shtëpia Çabej dhe nga 2 zonja që e drejtojnë atë, nga Brekena e Qerem Çabej dhe nga Ana Shkreli, në një farë mënyrë dhe këto të dyja vajza artit dhe shumë interesante. Natyrisht hermetizmi që është rryma që përshkojnë këto 3 poet italian, Montale, Quasimodo dhe Ungaretti, është një rrymë e veçantë në letërsi. Ajo ka një raport të veçantë me lexuesin në komunikim, nuk jepet drejt për drejt, madje do të thoja që në çfarë mënyre ta lexosh, në aq shumë mënyra mund ta kuptosh poezinë e këtyre poetëve, duke parë këtë
këtë, si thua, cilësi të kësaj rrymë rritet përgjegjësia e trajtimit e përkthimit vetë poeti dhe përkthyesi Zev Zorba i ka njohur, i ka mishruar, i ka blatuar ndoshta me dashurinë më të madhe duke i parë varg pas vargu poezitë e tyre. Madje edhe vetë ai përqafoi këtë rrymë. Vetë poeti Zev Zorba ka përqafuar rrymën e hermetizmit. Kjo ndoshta edhe i kushtëzuar nga koha ku ai jetoi dhe lëvroi poezinë. Si e shihni ju këtë raport të poetit Zev Zorba me poetët e famshëm hermetik italian, Montale, Quasimodo dhe Ungaretti? I matë është njoft me këto 3 poetë, kur ka qenë student, një djalosh 22 vjeçar, ishte studionte në atë kohë në Padova, në Itali. Dhe aty është njoft me poetët të cilët për hir të vërtetës, në atë kohë sapo kishin filluar të botoheshin, dhe sapo kishin filluar të promovoheshin. Bile, Ungaretti, ka qenë ai i cili ka marrë shuplakat e para nga kritika, dhe mjaft forta, ndërsa Montale dhe Quasimodo ndofta më pak, për arsye sepse këtë sillshin një tren poezinë italiane. Rryma e hermetizmit dhe esencialitezmit ishte një rrymë e re dhe natyrshëm në një vend si Italia me Danten, me Virgilin, me Petrarken dhe me poetë tjerë të famshëm. Me gjuhën e kulluar të tyre. Kulluar të tyre, nuk është se u prit të mirë, për arsye se si çdo gjë moderne, natyrshëm kishte ato barrierat e veta. Është e çuditshme, njëkohësisht kjo është shumë e çuditshme, sepse ai i përshafoi këto 3 poetë kur ato nuk ishin bërë akoma aq të njohur, aq më tepër nuk ishin akoma aq të mirëpritur në Itali. Si duket, ka ekzistuar një lidhje që nuk dina me e shpjegu, e fuqishme, pavarësisht se këto personazhe. Dhe duke qenë i ri, fare i ri, në moshën 22 vjeçare, ka përkuar me këtë rrymë dhe si thua, i ka ngjitur. Patjetër. Apo jo. I ka sjell me veti këto libra në 43-shin kur është kthy nga shkolla, nga universiteti, dhe pastaj ka fillu me i përkthy, dhe mundem me të thënë që është marrë me këto përkthime rreth 20 vjet. Na kena bloqet e tana ku ai e ka korrigju vargun, ka ndryshu fjalën. Pra me një fjalë, serioziteti me cilin i ka marrë përveç dashurisë ka qenë jashtëzakonisht i madh, sepse siç e thash edhe një herë, nuk është e lehtë nga një gjuhë shumë e pasur siç është italishtja, gjuha Dantes, me gjetë përkthimin e bukur në gjuhën tonë shqipe. Duhet të jesh poet që të përkthesh poetët. Bilem kujtohet që duke punu shpesh herë me ta, vazhdimisht me ta, kishte atë lumturinë e madhe kur gjente fjalën e duhur, edhe në një herë në mëngjes sa po hapshim derën ose unë ose ime motër, na priste, e kam gjetë atë fjalën, thote, tash e kam ndryshu, sepse e kam gjetë duhunin. Kjo ka qenë paka shumë puna me cilën është marrë shumë gjatë, njëkohësisht edhe me shumë gjëra tjera. Ndërkohë ai e ka përqafu dhe e ka dashuru këtë rrymë dhe ashtu siç thotë edhe në pasthënien e librit të tij, por nuk është fut në rrymën e hermetizmit, ka shkruar ai vetë në këtë stil, por kuptohet ty ndaj larg reminiscencave, kuptohet duke dhënë vetvete, normalisht. Unë po lexoj një fragment nga Parathënia, shkruar nga vetë poeti dhe përkthyesi Zev Zorba. Klasifikimi i veprave poetike të këtyre poetëve s'është i thjeshtë. Rruga e revolucionit artistik i ka çuar ata në zbulimin e metodës hermetike ose esencialiste të thelluar deri tek fjala, rrokja,
pauza. Pra, shikohet kujdesi që ka lëmuar çdo varg, çdo fjalë, pesha që I ka dhënë deri rrokjes në përkthimin e këtyre poetëve. 103 poezi janë vërtet një numër I konsiderueshëm që lexuesi I ka në tryezë dhe mund t'i shijojë në mënyrën më perfekte. Natyrisht ju më thatë që nuk ka qenë lehtë të sillen në ditën e botimit, apo jo? Ja, pastaj ka qenë përpjekja jonë e vazhdueshme, sepse e mate kishte lënë krejt gati veprën përkthimet. Krejt me parathanje, me këtë shkrimin e tij jashtëzakonisht sakt. Bukur, unë ju falenderoj që keni sjellë në studio do shkrimin e poetit dhe përkthyesit Zef Zorba. Vërtet diçka mbreslënse, këto fletore me përkthim me një kaligrafi tejet perfekte, me këtë shkrim të pastër ku çdo shkronjë, çdo gërm shikohet qartë dhe sikur jep mesazhe. Kam dëgjuar dikum që shkrimi tregon karakterin e personit. Kjo është një provë tjetër. Patjetër. Dhe vërtet s'ka si të mos emocionohesh kur shikon vet punën e hedhur me aq mund, me djers, me aq përkushtim dhe dashuri. Dhe siç thash, e kishte lënë krejt gati. Fati e deshti që ai të vdiste shpejt, faktikisht ashtu shumë shpejt bile. Ashtu siç ka shkruaj vetë, siç e ka parashikuar. Tamam atëherë kur kohi kishte më pak, edhe kishte gjithatë jetë për të jetuar. Ka shkruar diku në poezitë e tij. Sepse ai e dinte se kohi kishte më pak, e minte dhe kërkonte me ngurën t'i bate gjanat gati. Nga ana tjetër, ka qenë I bindur se gjithë këto gjana do ta shifshin dritën e botimit, duke filluar që nga vepra e tij, edhe përkthimet, të cilat janë shumë më tepër se këto që kena arrit me votu. E ka besu tek drita, siç thash, sepse ashtu siç ka shkruar edhe te njëna prej poezinave tia, cilën ja ka kushtu si me motër, ballat dridash për lalin. Në fund poezia marrën me këto fjalë dhe masi që e shtjellon jetën e tij duke ju drejtuar zbijes për ato gjithë dritat që ka dashur një, dritat e skencë, dritat e fëminisë, dritat e poezisë, dritat e përkthimeve, në fund I thotë edhe drita s'ka marrim. Ka qenë I bindur sepse gjana do ta shkrimet e tija do ta shifshin dritën. Shumë mesazh I bukur, por edhe shpresëdhënës. Duke qenë se është poet hermetik, në një farë mënyrë befasohesh me këtë ambicie kaq të bukur për dritën, për ndriçimin, për perspektivën, për çdo gjë që pret të lind nesër. Ndoshta kjo është mbyllja e poetit që shpërthen her pas here. Natyrisht më thatë edhe një herë që nuk ka qenë lehtë për të botuar një vëllim të tillë. Kena gërsit në shumë dyrë, edhe dyrë institucionesh, faktikisht. Nuk ka qenë lehtë për një fakt, sepse poetët, asnjëri prej poetëve nuk kishte 70 vjet nga data vdekjes. Kushte që duhet për të drejtën e autorit. Kjo ishte e para. Sigurisht një institucion I rëndësishëm, siç ishte Ministria ose Instituti Italian I Kulturës, mund ta merrnin këtë drejtë. Por si duket nuk ishim diku afër, më kujtohet në 97-ën. Ishim pothuajse krejt afër me zonjën Lucia Nadin, që drejtonte në atë kohë Institutin Italian të Kulturës dhe shumë dashamirëse për shqiptarët, zoja. Në problemet e 97, zojën e transferuan në një vend tjetër, iku nga Shqipëria dhe kjo si duket e fundit mundësi me bashkëpunu me një institucion. Pastaj jena drejtu shtëpia bebutuese, shpesh herë, po duket ishte kjo marrja lejes, për nga atyne ishte një diçka problem. Rastësia na solli në një takim me zojushen Ana Shkreli, edhe me nanën e saj, të cilat si dashamirëse edhe të poezisë, po edhe të Shkodrës, me njëherë, s'me thane, e përqafune idenë, atëherë kanë bizedu bashkë me zojen me Brikenën Çavej, dhe u treguan e mjaft gatshme, mjaft dashamirëse, ato kanë zjarë dhe lejen tek shtëpia botuese mundatori që kishte të drejtën ekskluzive të botimit të poetëve.
Pra janë marrë ata me gjithë këtë problem Këtë që ne nuk marrëdhënie, mund të po. merreshim natyrshëm. Dhe më në fund, mas 2 vjetëve, libri u botu. Nuk ishte një problem i tyne. Ne faktikisht gjatë kësaj kohe ne e kishim zbardh librin, domethënë nga dorëshkrimi e kishim kthy. Por për çudi zojat nuk e doshin kështu, e doshin dorëshkrimin. Doshin me ndaj, domethënë nuk pranon asnjë gjë, doshin me ndaj besnike dorëshkrimit të tij, asaj që dhe e kanë trajtuar dhe kështu në parafanje. I kanë ndaj fare besnike, me një fanatizëm. I kanë ndaj besnike asaj që ka e shkruar nga dora. Dhe kjo ndoshta është ajo marrëdhënia, ai vlerësim të cilën në ditën e promovimit, që është pas disa ditësh, me datën 7 prill në Teatrin Migjeni, ata kanë propozuar ta quajnë Dita e Zorbës, sepse nuk e kanë parë thjesht vetëm në një libër veprën e Zef Zorbës. E kanë parë në tërsinë e saj. Vërtet këtu janë 3 poet nobelist të mëdhenj, hermetik, italian, modern, të mrekullueshëm, por këtu është Zef Zorba, përkthyesi dhe poeti, sepse ai ka sjell. Prandaj propozohet kjo Dita e Zorbës, duke hedhur një vështrim edhe mbi krimtarinë e poetit Zef Zorba. Apo ja? Po tjetër, kjo është mendu kështu, sepse natyrshëm, ashtu siç ka thënë edhe vetë njëna nga botuesit, kur e kanë pyet ditën e poezisë, masi që foli për librin, të cilën shtëpia botuese e kishte botu, ajo tha shkoqur, tha, më parë I uroj lexuesve që të lexojnë Zorbën poet, dhe pastaj Zorbën përkthyes natyrshëm. Prandaj është konsideru kështu Dita e Zorbës dhe kena zgjell Teatrin Migjeni, do të thush pse. Atëherë ato dritat e para që ti thash tek poezia, balla drita shpërlalin, janë dritat e skenës. Pra normalisht ai e ka dashur shumë skenën dhe teatri ka qenë dashuria e tij e parë. Menjëherë sapo kthehet nga Italia, ai në 46 në bashkë me një grup madh miqti, të cilët edhe ato kërkonin me ngulm me vu dritën mendjen e shqiptarëve, angazhohet tek Shtëpia e Kulturës si regjisor. Po qenë regjisor, po si regjisor dhe vën në skenë bashkë me Prek Jakovën, me muzikën e Prek Jakovës dhe me një mbështetje të jashtëzakonshme të gjithë njerëzve intelektualëve të asaj kohe që jetoshin në qytet. Jude Makabet Fishtes, me një tingull të thellë disident, është vetë Juda. Vën në skenë me shumë sukses dhe pastaj vën në skenë edhe ka punë skenë dhe Armikun e Popullit, aty ku bile është njoftë edhe me Tipsenit, ku është njoftë edhe me nanën teme, cila atëherë studente në gjimnaz. Interesante. Thirret një grup studentesh me ba aktorët, sepse s'kishte aktore. 45-46. Po, 46. Pikërisht kjo, aty është njoftë edhe me nanën teme, cila ka një rol të rëndësishëm tek Armiku I Popullit, është Zoja Stockman, ka goxha rol aty. Dhe pastaj ka vu dhe për te Horizontit. E do të kishte vazhdu më gjatë, sigurisht. Unë shpesh herë mendoj, tham, si kur të kishin vazhdu këtë njerëz me këtë mendje të ndritën që kanë pas, I Mat, Xhemal Daraqini, e shumë tjerë. Si kur të kishin vazhdu, ta kishin realizu vullnetin e tyne për me dhënë dritë mendjes shqiptare, për me bërë rinin moderne të ndritshme. Ndoshta sot s'do të kishim pas nevojë mas 70 viteve me bërtit edhe një herë e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Natyrisht një mesazh shumë I bukur. Leila, në fakt gjithmonë duke folur për poetin dhe për kthyesin Zef Zorba, më shtyn të kërkoj në vargjet e tij, në veprën e tij,
Ai e la këtë jetë në janar të 93-shit. Një vit më vonë u botua libri i parë, pra ai nuk e pa dritën e botimit, pavarësisht se veprat i kishte të gatshme për botim. Dhe është Buzë të ngrira në gaz, të cilin ju e keni ribotuar. Kjo është një vepër natyrisht shumë interesante, e bukur me poezi, të rrymës hermetike kryesisht, dhe që natyrisht vlen të ndalemi, apo jo? Atëherë botimi i parë është botuar në 94, një vit mas vdekjes, në kujdesin e Stefan Çeparlikut, i cili në atë kohë ishte një njeri që e frekontonte shumë Zorben. Dhe ai sigurisht e njohu për detyrë të merrte me këtë gjë dhe arriti ta realizojë mjaft mirë për kushtet e kohës. Ishte një libër modest, po brenda kishte poezitë. Pastaj mas në 2010 lini edhe një herë nevoja, sepse Zorba kishte fillu për çudi, ishte bën më i njohur jashtë vendit se sa brenda vendit. Vetë rryma hermetiste, vetë mënyra e të shkrumunit, ndoshta ishte pak e parakoshme për Shqipërinë aty në viteve që sapo u hapte nga një diktaturë. Në vitin 96 i mat ka fitu çmimin Martin Camaj, i cili ishte një çmim që jepe në Gjermani, dhe vetë Zoja Camaj, Erika, ka ardhe na ka dorëzu çmimin me një ceremoni që kena bërë te Universiteti i Shkodrës. Njëkohësisht ishte i njoftun, ishte bën shumë i njoftun në Kosovë. Ali Aliu, edhe në Maqedoni. Ali Aliu e shkruan antologjinë shqipe dhe e fillon pikërisht me Vlerëshën e Zorbës, Gozhda. Gozhda, unë e kam veçuar. E fillon, pra, do me thënë, ishte bëj njoftën në qarqet më tepër jashtë vendit se sa brenda vendit. Dhe kështu lindi nevoja të bëj edhe një botim i dytë. Atëherë, në botimin e dytë janë shtu edhe disa poezi që ne kishim, që baba nuk i kishte përfshin libër, po na e bëm me këtë punë pa e pyet. E përfshime edhe sepse ishin shumë bukura, përfshime edhe disa poezi tjera. Dhe botimi i dytë është bën nga Shtëpia Princi në Tiranë, nga zoti Miftar Xhanaj, dhe promovimin e kena bërë Ministria e Kulturës kur promovu libre. Atëherë, më lejo unë të ndërpres, sepse ju e përmendët poezinë Gozhda, e cila është një poezi hermetike, por që unë do mundohem në një farë mënyrë ta transmetoj. Një gozhdë e ngulur thik në mur, një gozhdë e ngulur thik në mur, një gozhdë e ngulur, një gozhdë e futur thellë në mur, një gozhdë e futur thellë në mur, një gozhdë e futur, një gozhdë e mbetur thatë në mur, një gozhdë e mbetur thatë në mur, një gozhdë e mbetur, e ngulur thik, e futur thellë, e mbetur thellë. Është një poezi vërtet interesante, hermetike, por gjithsesi të lë të mendosh në sa mënyra ta lexosh, në sa mënyra aq edhe mund ta transmetosh. Ky është sekreti i poezisë, sepse secili e lexon dhe secili merr atë që do të më marrë nga poezia. Pra, kjo është magjia e letërsisë. Kjo është e sidomos është magjia e poezisë, pastaj, sepse poezia është një mrekullim veti. Poezia është ashtu siç ka thënë edhe Frosti. Kur pushteti ngushton hapësinat, poezia të kujton pasurinë dhe diversitetin e ekzistencës. Sa bukur. Dhe pas botimit të dytë, Leila, ju historinë e veprës Zorbës e vazhdoni, natyrisht. Patjetër, tash na kena shumë punë me bë. Le të shpresojmë që kësaj herë të na mesin shumë kohë për me realizu të ana. Kjo është libri Perfectum Trium, është një anër e realizume e jona, kuptohet, sepse duke ditë se çfarë punet ka bëj me këto tre poet dhe çfarë përkushtimit ka pas në lidhje me këtë përkthim, është një realizim i një anërës. Por nuk do të mbetemi këtu.
le të shpresojmë, na kena gati edhe një antologji të poetëve të 900. Pra, keni të tjera dorëshkrime. Patjetër, është krejt gati, poet të 900, poet italian, ku përfshihen Guido Gozzano D'Annunzio, Palazzeschi, Cardarelli e tjerë të famshëm poet italian, për i cilëve baba ka sigurisht disa prej poezive të secilit, po të gjitha bashkë këto bëjnë një antologji të 900, viteve 900 poetëve italian të famshëm. Kja është gati për votim. Shpresojmë që këtë vit të mundena dhe këtë me votu. Pastaj në profesorisht Viola Isufaj është duke përgatit një monografi po me një bazë shumë gjanë, mi krejt punën, jetën, veprën, e cila mendojmë dhe dëshirojmë, dhe kështu është thënë që do të gjejnë dritën e butimit në marsin e ardhshëm me rastin e 100 vjetorit linjes. Është shumë interesante. Kjo, pastaj janë shumë dramat përkthyme nga Goldoni, nga Bernard Shaw, nga Pirandello, nga... Pra është një punë, një jetë me letrat. Janë 2 librete operash të gatshme, Teuta dhe Rozafa. Që jo vetëm janë librete shumë bukura të shkrume, po janë, ai ka vizatu dhe skenat, si do të vënë në skenë. Unë mendoj që ata, në këto kona moderne, natyrshëm, kur operat janë i fije më të vështira me u bë, ata mund të jenë të përshtatshme me ballë dhe musical. Siç është Katedralja e Parisit ose diçka tjetër. Nevojitet vullnet, natyrisht. Sidomos Rozafa që është ka mbrënë edhe shumë kore, shumë gjana të fshime. Dhe për kuriozitetin e dëgjuesve tanë, por jo vetëm. Zev Zorba lindi në Shkodër në 1920. Në 21-shin pas mbarimit të shkollimit të mesëm, mbrinë në Padova në degën e filozofisë. Atëherë, Zev Zorba faktikisht ka lind në Kotor të Malezi. Në Kotor, më falni, po. 1920 në një familje shqiptare. Po. Gjyshi jem, i cili edhe është marrë me letra dhe me përkthime, është transferuar atje dhe kanë jetu 21 vjet për arsyna tregtie. Ai ka lind, por kur baba ka qenë 4-5 vjeç, ata janë rikthyer edhe një herë në Shkodër. Pra, me një fjalë, mas disa vjetëve që ai kishte jetu atje, kthehet. Baba ishte fëmia më i vogël i familjes. Kthehen në Shkodër dhe këtu mandej është ai ka marrë edukimin tek Kolegji Franceskanëve, për cilin ai na fliste gjithmonë, i shumë i apasionuar për profesorët e tij atje. Njëri më i mirë se tjetri, për franceskan tanë të mëritur, të cilët punoshin me përkushtim, pas një dallim feje dhe ideje me të gjithë fëmijët njësoj. I madh ka pas fatin me pas një ndër profesorat e tij, Padre Gjon Shllakun. Duhet me fol 2 fjalë për Padre Gjonin. E kam amanet nga i madh me fol për te. Padre Gjoni ka qenë një profesor i jashtëzakonshëm, një edukues i jashtëzakonshëm, një person i ditën, një person i formum të cilin duen, e ma thoshte shprehimisht, 100 vite i duen një vendit për me nxjerrë një figurë tillë. Një student i cili masi që kishte marrë universitetin në Sorbona të Francës, si pas një tradite që ishte atje një herë në 100 vjet për një student excelent bishin këmbanat, për Padre Gjonin rana ditë që mori diplome. Çfarë njerëzish intelektual? Po. Dhe ky ka qenë profesori që e ka eduku dhe që baba e ka pas një farë mënyrë të mentorin e tij, për fatin tonë të keq Padre Gjoni u pushkatu bashkë me edhe 40 martirë të tjerë, masi që ma parë dhe u pardhonu, edhe pastaj u pushkatu, por unë deshta të nalesha pikërisht tek kjo gjë, sepse kanë shumë rëndësi edukimi. Aty ku ka patur ndikim. Edukimi, familja, por që do të flas pak më vonë, edukimi edhe mandej talenti edhe mënyra se si ti këtë talent e vjen. Dhe mbi këtë bazë të shëndosh intelektuale, studiuese, do të thosha, formimi vetë poeti dhe përkthyesi Zev Zorba ishte student në Padova
në 43-shin kthehet si pasojë e kushteve të luftës. Në 45-46 është regjisor pranë shtëpisë kulturës, ne sa po folëm për dramat që ka vënë në skenë, por jeta nuk merr rrjedhën e natyrshme për disa vite, nga 46 në 51-shin ai burgoset, dhe më pas i rikthehet jetës familjare, jo në profesionin me letërsinë, por letërsinë e ka patur në shpirt. Ka jetuar me letërsinë për gjatë gjithë jetës. Ai ka studiuar në Padova për shkenca ekonomike dhe politike, pavarësisht se nuk ka arrit më diplomu, po ka bërë 3 vjet. Dhe kur është punësu pikërisht në ndërmarrjet e qytetit si llogaritar. Edhe aty e ka kryer punën e detyrën me një përkushtim dhe me një të jashtëzakonshme, se ndryshe s'do ta kishin marrë sigurisht. Por unë mendoj që jeta e tij ka qenë ndarë në dysh. Në momentin që lete punën, marrote punë me numra dhe me shifra, fillote jeta e tij e vërtetë, jeta e artistit. Atë që e bate mbrenda mureve të shtëpisë. Aty mbrenda mureve të shtëpisë ai ishte Zorba i vërtet. Zorba që kishte dashur me kënd. Unë e kujtoj gjithmonë si një njeri që i ka mungu koha. Kishte kaq shumë gjana me ba, sa që mendoj që në qoftë se ka pas një njeri që nuk i mungonte koha, ai ka qenë i madh. Shkruante, përkthejte, lexote. Është shumë e çuditshme se si ka arrit brenda një izolimi total që ka bën Shqipëria e asaj kohe. Me kap kohën, me ecë me ritmin e kohës. Interesante. Përmes një radioje të vogël, me cilën në jo të stacionit italiane dhe u azhurnote me çdo të re të kohës moderne, edhe të librave që të kishte, të filozofinave, të librave filozofik ose të librave të poetëve, ai kishte një qasje të jashtëzakonshme me ecë me kohën pavarësisht nga izolimi. Ishte çfarë përpjekje, çfarë vullneti, çfarë dashurie, çfarë përkushtimi. Unë do me thënë, më falë për mungesën e modestisë. Jo, janë por du me ta thënë që ai ka qenë një njeri jashtëzakonisht i formuar. Një intelektual i vërtet, një intelektual i cili ishte një person i cili nuk bante kompromise, dhe ishte i formum në një mënyrë intelektuale shumë të lartë. Në fakt, familja juaj ka një histori interesante. Unë kam shumë dëshirë ta zbuloj edhe anën tjetër, sepse gjyshi juaj ka qenë Jak Zorba. Dhe ka qenë njohës i mirë i serbokroatishtes, italishtës, frëngjishtës, ka patur një ecuri mjaft të mirë, por gjyshja juaj, nga e cila ju trashëgoni emrin Elena, ka qenë një ndër 5 vajzat e motrës tone të Kolidromenës. Gjyshja juaj ka patur daj Kolidromenën. Dhe ky shtrat tepër kulturor ka, si thua, ka ushqyer pikërisht të tillë njerëz të përkushtuar për kulturën, artin, ndjesinë, për të ecur me ritmin e kohës, për të përqafuar të rejat, por edhe duke u nisur nga një bazë e fortë intelektuale dhe kulturore. E thash në fillim, edukimi është shumë i rëndësishëm. Më kujtohet profesor Suf Shpuza, e ndëroj me respekt. Nderi. Ka qenë mësuesi jemi letërsisë, mëdonte fort, edhe më kujtohet gjithmonë fjala e tij. 10 vitet e para janë shumë të rëndësishme në jetën e një njeriut. E kam këtë fjalë. Ngulisin shumë gjëra. I mat ka pas fatin, sepse para artësit nuk zgjidhen faktikisht. Ka pas fatin me u përkund në një shtrat të një familje intelektuale, patriote edhe shumë dashamirëse. Ai ka qenë djali i njenes prej mesave të Hidromenos, por me qenë se Hidromenoja vetë nuk ka pas fëmijë, mesat kanë qenë pothuajse si fëmijët e tij dhe i mat bashkë me gjithë nipat e tjerë, fëmijët e mesave tjera,
kanë qenë në shtëpinë e Idromenos dhe në burrin e tij si në shtëpinë e vet. Unë mendoj që pikërisht pikërisht aty kanë kanë ato dashuritë e tij të para për skenën, për filmin, për artet, sepse ka qenë 19 vjeç kur Idromeno ja ka vdekur dhe ka pas mjaft mundësi me marrë një edukim shumë të mirë, aq më tepër që ai ka qenë shumë i dashur me të nipat e vet, shumë dashamirës me ja transmetu aty në çdo gjë atij. Aty kanë filluar ata teatrët e para që ai ja bante fëmijëve me ato skenat e vogla, të cilat pastaj i ka përthirrë dhe i ka kthy në skena më të mëdha. Aty, si më thënë, ka qenë ai shtrati i parë ku ky është përkund. Pastaj është talenti, zgjuarësia dhe nërshmënia për mi vut gjithë këto gjana në jetë. Unë jam shumë e bindur që e rëndësishme në jetën e një njeriu është ajo që nxjerr vetë, pra nga vetja, do të thënë talenti, zgjuarësia, nërshmënia, mënyra me të cilën i manovron të gjitha këto resurse që ai ka brenda vetes. Po kur bëhet bashkë edhe me trashëgimi, pra kur këtu është edhe ADN-ja, të jesh nipi i Gjakondës shqiptar. Je i sigurt që ky person do të jetë shumë i formuar. Leila, si ka ndikuar tek ju vajzat vetë poeti Zorba? Si ka transmetuar ndjesitë e tij? Du me tregu një histori shumë të shkurt për me ta konkretizu se çka ka përfaqësu i matë ke parasysh. Paraprakisht mundë me thonë, ashtu si që thashe ma parë, na kena dy vajza me shumë fatë. Sepse jena rrit me dy prind shumë të kulturum, edhe natyrshëm. Kena pas mundësin me përmes gjithë atij territ që i rrethonte Shqipërinë dhe gjithë atij territ që jetonte edhe jetën tonë personale, sepse ishim vajzat e dy e një çifti që kishin kënd burgosur për agitacion e propagandë shumë drejta, në u mohuan faktikisht, por mbrana mureve të shtëpisë aty ku rrishim me njëri tjetrin, kishim shumë dritë, shumë dije, shumë kulturë, shumë dashamirësi. Unë do të tregoj një histori që e kam tregu faktikisht edhe kur është bërë promovimi i librit në Ministrinë e Kulturës. Unë kam bërë shkollën fillore te shkolla Vojokushi, një shkollë që jashtë prish diku këtu afër Mapos. Dhe kur u kthesha rrugës për në shtëpi, gjithmonë u nalë përpara librarisë qytetit, libreria më e madhe e qytetit. Afër kafes madhe. Për me pa librat, se më tërhiqin librat, ishe me dokume dashurinë për librin. Si për çudi, një ditë në vitrin kishte ardhur ishte mush vitrina me librat botum të cilët një pjesë kisha në gjuhë, por nuk i kisha Zemra, Pinoko, Djem të rrugës Pal, Prallat e Andersenit, Prallat e vëllezërve Grimm, pra ishte një hop botimesh të letërsisë huaj. Edhe unë kthehem në shtëpi e entuziazmuar dhe i tham i drejtom nanës. I tham kanë dalë librat që mu më pëlqejnë dhe tash ju duhet me mi blej. Edhe nana më thot, po, në njani dhe kena me ta blej, thot se të shqitan të edin se na nuk mundë, na ishin kushtet ekonomike të atila. Jo, unë insistova. Nuk e di se si ishin marrë ata dy vesh me njëni tjetri, kur në dark i matë kthehet nga puna, edhe kishte një paket madhe, pështjellën me gazetë dhe ma ven për para, më thot, këto janë për ty Leila, se Leila më ka thirrë. E hapa paketin. Ishte komplet kolana e librave, nuk mungot asnjëri. Sa bukur, emocionuese, gëzimi një fëmije. Gëzimi një fëmije dhe më kujtohet, përveç gëzimet të jashtëzakonshëm, më kujtohet aja dritë e jashtëzakonshme në sytë e tij që i fekste kur ishte i lumtur, aja dritë që të lejote me pa për tej. Shumë bukur. Leila, jeni vetëm pak ditë përpara promovimit të librit Perfectum Trinum të poetit dhe përkthyesit Zef Zorba. Si mendoni, si e keni organizuar atë ditë, sepse patjetër që njerëzit edhe që na ndjekin në këtë moment edhe janë të interesuar, mund të... Ne faktikisht e kishim planifikuar me datën 31 mars, që ishte njëkohësisht edhe
datë linja e timeti, por për arsyet një aktiviteti tjetër mallor, që do të bëhet për Dom Shtjefen Kurtin, dhe e shtyme. Ashtu si do të kishte bolle baba, sikur të kishte kënë gjallë, do të kishte hap rrugë për para këtij prelatit kishte dhe njëkohësisht edhe shkrimtarit madh. Tani ne kemi vendos me datën 7 në Teatrin Migjenin në orën 11. Botueset e librit kanë marrë pjesën një pjesë kryesore, njëkohësisht edhe drejtoresha e teatrit, Zoja Rita Gjeka, e cila me shumë dashamirësi na zhvun dispozicion të këtij aktiviteti. Do të jetë një aktivitet për cilin sigurisht do të ndajnë edhe ftesat, ato botueset kanë premtuar që brenda kësaj jave do të binë ftesat, po kjo nuk do të thotë, sepse shpeshherë njerëzit harruen, edhe njerëzit që nuk duhen mu harru për punë ftesave, edhe mundet me ndodh kjo gjë. Pra, një farë mënyrë unë po bëj edhe si një lloj lajmërimi është të mendu që sigurisht do të hapet me një poezi të Zorbës, pavarësisht se është promovimi i librit. Kemi thënë që në kryet e herës që do të jetë dita e Zorbës. Do të hapet me një poezi tjetër, pastaj do të flasin njëna për i botuesve. Më duket se Zoja Brikena nuk mund vinë sepse ka një problem është në Francë, ka pas një problem me shnetin. Do të flasin Zojusha Ana Shkreli, pastaj do të flasin profesorish Vjolla Isufaj, ajo që është duke bërë monografin. Natyrisht do të flasin edhe, do të ketë pjesë të recituar nga. Dhe Lali, motra juaj, do të interpretoj në italisht. E cila ka ndaj edhe më afër se unë, sepse aja është martuar dhe më vonë se unë, ka ndaj shumë më afër se unë me timat, me sytë më të hapun kur ai përkthejt e shkrute. Ajo do ta recitoj në italisht poezinë Xenja. E ka mendu kështu aja, sepse aja është një poezi që asaj edhe i pëlqen shumë. Edhe poezi do të lexojnë italisht edhe shqip, po këtë poezi do të lexojnë aja. Shumë bukur. Shqip do ta interpretojnë njëri për aktorëve të teatrit. Kënaqësi shumë e madhe. Kënaqësi e madhe të takosh edhe të prekësh nga afër qasje të tilla kulturore. Mesazhe të tilla të bukura jete, por edhe vlera të tilla siç është letërsia. Unë Elena, të falenderoj shumë Lila, kështu nga thirremat. Që ishi sot në Mirëmëngjes Shkodër. Këtë ndjesi krenarie dhe këtë detyrim që ju e keni vënë vetes për botimin e veprës së babës suaj, poetit dhe përkthyesit Zev Zorba, uroj që ta çoni deri në fund me botimin e plotë të veprës së tij. Dhe qofshi të nderuar krenar për prindrit, për babën tuaj, për veprën e tyre, ju shkoft mbar ky promovim dhe të tjera promovime që do vinë më pas. Gjithmonë më duket se kam bë pak. Natyrisht. Gjithmonë para prindrit njeriu ndihet shumë detyrues, por është gjë e bukur që të përmbushësh detyrimet dhe amanetet. Të falenderit shumë Elena që ishit sot në studio, vajza e poetit dhe përkthyesit Zev Zorba. Falenderit. Falenderit dhe nga ju.